Përshëndetje miq të pranishëm në këtë sallë, të nderuar bashkëqytetarët e mi, i nderuar kryetari i Partisë Republikane zoti Fatmir Mediu, i nderuar kandidati së djathtës për Bashkinë e Vlorës zoti Genc Dero Memaj, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike në qytetin e Vlorës zoti Mojsi Meminaj, të nderuar antar të kryesisë së Partisë Republikane, dashamirës dhe simpatizant Partisë Republikane në qytetin e Vlorës. Është privilegj për mua që jam sot në këtë sallë, duke pasur një karrierë të gjatë në media dhe televizion, duke qëndruar gjithmonë pranë halleve dhe problemeve të shumta të qytetit dhe qytetarëve të Vlorës. Kam shprehur para 4 vitesh, publikisht, gatishmërinë për të marrë përsipër detyrën e këshilltares në Këshillin Bashkiak të Vlorës. Asnjë arsye lidhur me interesa personale nuk më ka shtyrë për këtë. E vetmi arsye ka qenë dëshira që në fakt është obligimi çdo qytetari për të shërbyer bashkëqytetarëve të tij. Dhe gjej rastin të falenderoj gjithë bashkëqytetarët e mi për besimin dhe mbështetjen që më dhanë para 4 vitesh. Falenderoj deputetin Dashamir Tahiri për vlerësimin dhe mundësinë që më dha të jem pjesë e politikës. Falenderoj nga zemra gjithë komunitetin Çam për mbështetjen e tyre. Por nuk mund të lë pa falenderuar as banorët e nderuar të lagjes sime, të cilët kanë ardhur nga zona të ndryshme të Shqipërisë në qytetin e Vlorës për një jetë më të mirë. Ata më besuan dhe më mbështetën si bija në tyre. Prandaj një falënderim i përzemërt shkon për të gjithë. Jam këtu sot para jush për kërkuar besimin dhe mbështetjen tuaj, sepse e dua sinqerisht të qytet dhe akoma më shumë dua të mirën e bashkëqytetarëve të mi. Këtë besoj se e kam dëshmuar me punë në veprimtarinë time të deritanishme. Çdo arritje në jetë ka mësuar nga familja ime ta kem me punë dhe dinjitet. Kjo rrugë është vërtet e lodhshme por të shijon më shumë dhe të rrethon nga do me mirënjohjet pafund. Prandaj, më lejoni të shpreh mirënjohjen time të thellë për Partinë Republikane, për kryetarin Fatmir Mediu, për vlerësimin dhe mundësinë që më dan të jem pjesë e Partisë Republikane në këto zgjedhje. Kam kënaqësinë të punoj me një staf të mrekullueshëm dhe të përkushtuar që do të na çojë të gjithëve bashkë në një fitore të madhe të Partisë Republikane në qytetin e Vlorës në zgjedhjet e 21 qershorit. Unë kam besimin se qytetarët e Vlorës do të dinë të zgjedhin njerëzit më të mirë për veten e tyre, për familjen e tyre, për lagjen apo fshatin e tyre si dhe për të ardhmen e qytetit tonë. Ashtu siç kam besimin se do të zgjedhin të votojnë kandidatin e së djathtës për Bashkinë e Vlorës Genc Dero Memaj. Që do u shërbej të gjithëve pa asnjë dallim, të rinjve dhe të moshuarve, burrave dhe grave, ata që janë nga Vlora dhe ata që janë të ardhur këtu, të varfërve dhe të pasurve. Ka ardhur koha që të gjithë së bashku të ndëshkojmë me votë të keqen, sepse kjo mazhorancë, kjo qeveri, s'ka bërë hiç më shumë e hiç më pak se fry administratën, rrit borxhin, shto papunësinë, rrit gjobat, shto burgun, fryt çmimet, rrit energjinë dhe ujin, hiq ndihmën ekonomike, kuro fasadën dhe çdo azilantët që po ikin nga syt këmbë nga ky vend, ku pritshmëritë e pjesës më të madhe të 1 milion shqiptarëve janë zhgënjyer keqazi. Por ju qytetarët e Vlorës e keni pushtetin. Pushtetin për ta bërë jetën të lirë e të bukur, fuqinë për të përmirësuar të ardhmen tuaj dhe të fëmijëve tuaj. Pra në emër të demokracisë ta përdorim të gjithë së bashku këtë pushtet. Duhet të bashkohemi të gjithë, duhet të luftojmë të gjithë për një jetë më të mirë, e cila do të na japë të gjithëve mundësinë të punojmë që t'i sjellim rinisë të ardhmen dhe të moshuarve sigurinë. Kjo mazhorancë, kjo qeveri, ju premtoi shumë gjëra që ju t'u jepni pushtetin. Ata gënjejnë. Ata si kanë mbajtur premtimet e tyre dhe më besoni, asnjëherë nuk do t'i mbajnë. Sepse diktatorët shfaqen me marrjen e pushtetit dhe bëjnë sklevër popujt.
Dhe kjo majorancë, kjo qeveri, po na rikthen përsëri në diktaturë, ndërsa ne qytetarët e Vlorës na duhet të luftojmë për ta ndryshuar këtë realitet. Na duhet të luftojmë për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për veten dhe për fëmijët tanë. Jam e bindur se në këtë moment, zëri im, zëri i të gjithëve ne, arrin në mira banor të qytetit të Vlorës, burra, gra, të rinj të dëshpëruar, viktima të një sistemi që i torturon të doptit dhe i burgos të pafajshmit. Prandaj ju ftoj që më 21 qershor të votojmë Partinë Republikane, të votojmë numrin 13. Të votojmë kandidatin e së djathtës për Bashkinë e Vlorës, Genzo Memaj. Sepse të gjithë së bashku mund dhe duhet të arrijmë të bëjmë ndryshimin. Ju faleminderit.